Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktoreja e njohur turke në rrezik për jetën, aksident gjatë xhirimeve. Një incident i papritur në setin e xhirimeve ka tronditur sot botën e showbizit turk. Aktoreja dashur Cemre Baysel, të cilën e kemi parë në shumë seriale, kujtojmë këtu serialin Momental që është Leila, njihet edhe për role të tjera karizmatike, është përfshirë në një aksident gjatë xhirimeve të projektit të saj më të ri televiziv. Sipas burimeve pranë produksionit, ngjarja ndodhi gjatë një skene aksioni, ku aktoreja po luante pa dublues. Një detaj teknik dështoi dhe Cemre duket se është rrëzuar nga shkallët e skenës duke marrë një dëmtim në kokë. Menjëherë pas incidentit, ekipi i xhirimeve ndërpreu punën dhe aktoreja u dërgua në spital me urgjencë për kontroll. Momentalisht aktoreja është në gjendje koma, por gjendja e saj do të zbulohet në ditët në vijim. Shpresojmë që ajo të bëhet sa më mirë.